ligje që i ndalin rrugën prindit, e gjobitet me rrugë, unë mendoj që ishte rregullu që kjo çështje. Tani fëmijët i kanë disa shtesa. Nëse prindis s'po moj ka, a i kanë nalja që ato. Unë jam shumë e bindur që nëse fëmija arrin 200-300 mungesa që ka dhe ma shumë, sigur në shkollat tona, nëse ishin penalizu, ishin gjobite dhe ishin nalë që to, sinqerisht kish pas shumë dikem të madhë. A është mendu në herë fëmijët që janë problematik me bashkëpunu me prind edhe shkolla, përgjegjësit e shkollës, edhe me shti fëmijët me pastru shkollën. 4 nxënësa kanë bërë problem gjithë javë, kanë qenë më aktiv në problemet e tyre, gjokerin, fshisën edhe mirëmbajtësit e shkollës i kisha qitë në penzion për çato 4 ditë, ose veç i kishin monitoru. Në umri që kjo, a thua ishin rrafshu, pse mos më pas drejt? Është menu, po të drejt nuk i kena dhënë kur vetes drejt, me thonë nxënësa bënë çto. Po ata japin vetes drejt me pengu komplet procesin. Pse mos më shpërblyej edhe vetën? Autoriteti i shkollave tona dhe mësuesave tonë është shumë poshtë. Është turrë çdo ditë. Besojmë. Nëse mund të më ndalë gane me pyetjen tonë. E kum pas një mësimdhënës para pensionit. Ka qenë fort e prekshme, edhe më ka dhimbë shpirtnesh kur ka ardhur në zyrën tim, edhe gati s'ka qajt, ta kum vendos ta me duru. Me la punën me shku në shtëpi tha nuk moj se kam kredi, s'onë përballoj. Tha veç kum vendos ta për mos më dalë nga gazeta edhe nëse mbin, tha unë kam me duru. A disa herën është për një javë që ka punu që 40 vite shërben arsim, edhe më ardh puna që edhe nëse i bin me duru se po dal nga gazeta, e me la punën nuk mundet sepse kam obligime. Sulmuar rrjetet sociale. Ç'ka është në shkollat tona? A nëse i thu prindërve, nëse i thu flet me prindër që jena në çë gjendje, besom që bashkë hiç nuk e marrin për të vërtetë. Se i sulmojnë. Unë prandaj tham, kam një rast një mësimdhënës është shumë sos i mirë kur tha ai mëson edhe për jetë, jo vetëm shkollë, po mëson edhe për jetë. Tha pedagoge i kam thënë nxënësat shumë të mirë. Po mësojnë tha shumë, kanë respekt tha shumë për mu. Tha veç kur nuk jam para tyne, tha jam për shembull në pushim gjallëse të shkurt, tha mankohen tha klasa, tha që po bojnë zhurëm. Tha her pa kontroll tha bërtasin. Thash po normal. Pe orës 8 deri në orën 1, nuk guxojmë as me bërtit, as me lëviz, se janë në shkollës, rregullat e tjera. Momenti që shkojnë në shtëpi, ata janë derisa të flen janë në telefona, janë për telefona. Edhe ata janë të rrit, ata kanë, e kum përmenda më herët, ata kanë energji mbrana vetes. Ajo energji vetëm akumulohet, ata kanë nevojë dikon me qitat energji. Ma herët fëmija kanë dalë, kanë lujt, prandaj tham, puna në shtëpi është terapi. Fëmija nuk guxon me fillu ditën si të qohet më shku në shkollë, jo, si të zgjohet prej gjumit, ai ka më rregullu fillim me shtratin e vet. Mandej me vazhdu ditën, kthehet prej shkollës, nuk duhet me bë sikur të paralizoni fëmijët shnosh. Aktivizoje, jepi detyrat shtëpisë. Edhe mëson për jetë, e përgatit për jetë, edhe bëhet një fëmijë më i shëndetshëm, i gatshëm me jetu edhe vetë. Ai detyra në shkollë, detyra në shtëpi.